Të sfidosh një profesion që tradicionalisht është i lidhur me burra do të thotë ta kthesh përditshmërinë e profesionit në histori suksesi. Është zonja Valbona Xhaferaj, ndoshta e vetmja në vendin ton, që bën kasapen duke çmitizuar gjininë e një zanati të tillë. Pasi jetuam disa vite në Greqi, menduam që të ktheheshim në Shqipëri pra njerëzve tanë. Njëkohësisht në atë periudhë vajza shkoi 7 vjeçe dhe ne duhet ta sillim në shkollë në Shqipëri. Gjatë kohës që erdhëm dhe do ktheheshim nga Greqia, ishte edhe momenti i krizës në Greqi që u kthye dramia në euro. Menduam me ato kurcimet tona të vogla që kishim, bëm një shtëpi dhe një dyqan. Pas disa mendimesh dhe diskutimesh me timshojsh, menduam që të hapnim një dyqan mishi. Pasi u bazuam të disa njerëzit tanë, të cilët jetonin në fshat dhe merreshin me blegtori, menduam që të bënim një dyqan mishi të punonim me blegtorin, me viçat, me qëngjat si që kemi ne, që të ishte mallbio dhe i mirë. Njëkohësisht vendosëm dhe e hapëm një dyqan mishi të cilët funksionoi për ne. Fillimi i këtij biznesit ishte i vështirë, por pasi ne vendosëm me timshoj që morëm disa pajisje për atë kohë që ishin shumë të mira, ishte dhoma frigoriferike, sharra e mishit siç e pam dhe në reklam, të cilën atëre në atë kohë nuk kishin dhe dyqanet dhe mishi kërkohesh në maksimum dhe dyqanet e mishit në Florë ishin shumë të vogla. Dhe ishte një biznes, menduam për familjen tonë, goxha i mirë. 50 vjeçarja e nisi rrugëtimin e saj 22 vite më parë, pas një periudhe emigrimi në Greqi, ku jo vetëm që përfitoi përvojë të vlefshme, por dhe vendosi të rikthehej në vendlindje dhe të ndërtonte diçka ndryshe. Fillimi nuk ishte i lehtë, por vendosmëria dhe përkushtimi e ndihmuan atë të fitojë respektin e komunitetit. Kur e hapa këtë dyqan para 21 vitesh, ishte shumë e vështirë. Për një grua si unë, që të merrje mishin e viçit, apo qëngjin, apo kecin, dhe ta prisje në mënyrë automatike. Kështu që unë e kam patur tepër të vështirë në ato momentet e para. Por më mësoj puna, duke u prerë, duke parë, sot di sa brinka qëngji, sa brinka viçi, ku mund t'i presim, ta nxjerr gjithë viçin në prerje automatike, të mrekullueshme. Shiko motrë, në dyqan jam vetëm unë, njëkohësisht që e tregtoj mallin, e sistemoj, e rregulloj, e pres. I mësoj gjithkohën ka qenë duke më sjell furnizimin, duke marrë në përfshatra, kemi patur një furgon tonin të cilën vente merrte mallin në përfshatra dhe çonim në thertore. Por gjithnjë kam qenë me tim shoq një krah jashtë dyqanit. Po për fëmijët, si e shohin këtë profesion? Ju mbështesin? Absolutisht jo. 2 fëmijë tani u rritën, janë të mëdhenj, njëkohësisht ne munduam si gjithë prindrit e tjerë, i shkolluam dhe profesionin tonë ata nuk do ta mbështesin asnjëherë. Pra asnjë nga fëmijët nuk ka zellin tuaj për këtë profesion? Absolutisht jo, ka marrë një rrugë tjetër të jetës. Në Vlorë, njihni ndonjë zonë tjetër që merret me këtë profesion? Shiko Dea, unë nuk njoh njëri tjetër në këtë profesion dhe nuk them dot, unë kam qenë nga të parat, si të thuash në biznesin tim që u hap dhe të shpreva dhe pak më përpara të detyruar, si të thuash, sepse në dyqan që hapëm dyqanin e mishit gjithnjë duheshin 2 veta. Njëkohësisht që të ishin 2 veta, njëri duhet të shiste dhe tjetri të sillte furnizimin. Dhe kjo ishte dhe arsyeja që unë ju përshtata punës dhe biznesit tim familjar. Tjetër njeri nuk njoh shpirt. Ju vjen mirë që jeni thuajse nga të vetmet gra në këtë profesion? Patjetër, pse jo? Pra jeni krenare? Po, për punën time po. Marrëdhënia e saj me klientët është një nga pikat më të forta. Duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe miqësor, ajo ka arritur të fitojë besimin, veçanërisht të grave, të cilat shpesh ndihen rehat të blejnë tek ajo. Kujdesi ndaj çdo detaji dhe cilësia e produkteve të saj janë vlerësuar nga të gjithë. Marrëdhënien me qytetarët e kam shumë të mirë. 90% të klientëve i kam gra, të cilat kur vinë merren vesh mirë, se si e duan, se si mund ta presin, se e lëm dhe pa prerë po të duan nëse do gatuajnë në diçka tjetër. 10% kanë burrat. Burrat nuk janë aq të vështira sa janë gratë, por njëkohësisht kur shkojnë në shtëpi kanë debate me gratë.
sepse në një moment mund ta marrin pjesën e mishit pak të madhe, apo ka pak kock, apo ka pak dhjam, dhe njëkohësisht radhës tjetër thonë, shiko, atje ku shkuam e morëm ne, ishte një zonjë. Pa shko herën tjetër vetë dhe heqin atë përgjegjësinë e mishit, kështu që i ka marrëdhënie të mrekullueshme. Në këtë rrugëtim një mbështetje të madhe i ka dhënë bashkëshorti, një gjuetar pasionant, i cili shpesh e ndihmon me këshilla rreth cilësisë së mishit, harmonia mes përkushtimit të saj dhe përvojës së tij, faktori kyç në suksesin e tyre. Im shoq është gjatar, është dhe peshkatar, por njëkohësisht këto i ka profesionet e tija. Kur hapëm dyqanin e mishit, unë pothuajse duhet të vija në dyqan në një moment kur im shoq shkonte për gjarë, sepse atëherë nuk ishte ndaluar gjuetia. Dhe isha detyruar që të rija në dyqan, që u bëra dhe kasape. Kjo histori është dëshmi e qartë se stereotipet mund të thyen kur pasioni dhe guximi janë në qendër. Profesioni i konsideruar dikur si ekskluzivitet i burrave, tashmë është bërë një shembull i fuqizimit të grave, duke treguar se çdo kufi mund të kapërcehet me punë dhe besim. Unë kam 21 vite që e bëj këtë punë, e kam pasion, e bëj me dashuri dhe me një përkujdesje të jashtëzakonshme, sepse e adhuroj këtë punë. Pas kaq shumë vitesh e bëni këtë profesion, mendoni se ishte zgjidhja e duhur për ju? Për mua po. Për mua po. Dhe do ta zgjidhja prapë, po të ishte nevojshme. Zonja Valbona Xhaferaj me profesionin e saj mbetet kështu një shembull frymëzimi dhe një model që sfidon normat, duke frymëzuar të gjithë që ndjekin ëndrat e tyre, pavarësisht vështirësive.